Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se nuk do të marrin pjesë ushtarakisht në çarmatimin e Hamasit. Presidenti Donald Trump gjatë një takimi në zyrën ovale deklaroi se përfshirja e drejtpërdrejtë e ushtrisë amerikane nuk është e nevojshme, pasi SBA-ja janë angazhuar tashmë në mënyra të tjera për zgjidhjen e konfliktit. Ne nuk do të kemi nevojë për ushtrinë amerikane, jemi tashmë të përfshirë në mënyra të tjera, por mos të ishim ne, nuk do të kishte paqe. Ndihmuam Izraelin të shkatërrojë kapacitetin bërthamor të Iranit dhe rrëzuam mira drone që po sulmonin, tha Trump. Sipas presidentit amerikan, në mbështetje të SBA-ve, Izraeli ka eliminuar rreth 70.000 militantë të Hamasit dhe tashmë është momenti për ta mbyllur konfliktin. Ai shtoi se Hamasi ka pranuar të dorëzojë armë si pjesë e marrëveshjes së paqes. Ndërkohë, zbatimi i marrëveshjes përfshin rikthimin e pengjeve të gjallë të vdekur nga të dyja palët. Deri më tani, Hamasi ka dorëzuar 10 trupa, një prej të cilëve nuk rezultoi të ishte peng izraelit, ndërsa 19 të tjerë mbeten ende në Gaza. Grupi palestinez deklaroi se po respekton marrëveshjen, por theksoi se procesi i nxjerrjeve të trupave kërkon kohë dhe pajisje të specializuara për shkak të rënojave të shumta. Këshilltar amerikan që po monitorojnë zbatimin e planit 20 pikësh thanë se SBA-ja nuk po besojnë se Hamasi ka shkelur armëpushim, duke sqaruar se grupi po përpiqet të rikuperojë trupat e mbetur nën rënoja.